Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. O besimtar, sfida e ndjekjes së epsheve fitneja që të largon nga përkujtimi i Allahut është një çështje tepër e rrezikshme. Ajo është e rëndë për njeriu. Atë sa Allah e ka quajtur më e rëndë se sa vetë vrasja. Edhe pse vrasja është ndër krimet më të rënda dhe ndëshkimi për të është xhehenami, zemrimi dhe mallkimi i Allahut. Por sfida e largimit nga Allah është më e rëndë, sepse shkatron fenë e njeriu. Gjën më të çmuar që ai posedon për t'u afruar Allahut. Allah i lartësuar thot: "Wal fitnatu ashaddu min al-qatl." Dhe dijeni se sprova është më e rëndë se sa vrasja. O robërit e Allahut, për shkak të rrezikut të madh që sjell fitneja, Allah me mëshirën e tij, ai që është më i mëshirshëm për ju sa nënat tuaja, na ka treguar etapat e rënies në fitne, që të kemi mundësi të shpëtojmë nga ajo. Allah i lartësuar thot: "Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi al-gharur." Por ju vetë sfiduat veten, duke ndjekur qefet tuaja dhe u larguar nga përkujtimi i Allahut. Pritet, dyshuat dhe ju mashtruan shpresat e kota, derisa ju erdhi urdhri i Allahut, vdekja, dhe mashtruesi djalli ju mashtroi për Allahun. Këto janë etapat e rënies në fitne. Nëse e gjen veten në ndonjërin prej tyre, shpëto sa më parë. Etapa e parë e sprovuat veten tuaj, fatantum anfusakum. Ti vet me vullnet të plot u futen në mëkat, marrëdhënie të ndaluara, apo pasuri të dyshimt, apo pa drejtësi, apo shikime të ndaluara, ti e bëre hapin e parë, ti e sprovove veten. Kurse etapa e dytë, wa tarabbastum, pritet, e vënove pendimin, nuk u bashkohe me njerëzit e fesë, dhe e the, do të pendohem më vonë. Aq sa u bë mëkati për ty gjë e zakonshme, të bë mëkati zakon. Ibn al-Jauzi rahimahullah thot: dëshkimi më i rëndë është kur njeriu nuk e ndjen dëshkimin. Edhe më keq është kur ai gëzohet për ndëshkimin, siç gëzohet për pasurinë haram apo lehtësinë për të mëkatuar. Dhe etapa e tretë, wartabtum, dyshuat, pasi mëkati u bë zakonshëm, dyshimi hyn në zemrën tënde, fillon të humbësh orientimin, të dyshosh në fenë tënde, le agjerimin, zakatin, faljen e namazit, deri në atë pikë sa fillon të dyshosh në çështjet themelore të besimit, kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga kjo gjendje. Kurse etapa e katërt, në fjalën e Allahut: "Wa gharratkumul amani", ju mashtruan shpresat e kota, kapësh pas kësaj bote dhe epsheve të saj, harron xhenetin dhe nuk friksohesh nga xhehenami, jeton me shpresa të kota derisa vjen vdekja. Atëherë do të pendosh, por nuk do të ketë më dobi pendimi. Allah i lartësuar thot: "Hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun." Kur i vjen vdekja ndonjërit prej tyre, ai thot: "O Zoti im, më kthe që të bëj vepra të mira." I thuhet atij: "Jo, kjo është vetëm fjalë e kot. Pas tyre është një pengesë deri në ditën e ringjalljes. Nuk kthehen më kurrë." Kurse etapa e pestë, wa gharrakum billahi al-gharur, dhe djalli ju mashtroi për Allahun. Shejtani të mashtroi duke të thënë se mundesh të pendosh kur të duash, por vjen befas urdhri i Allahut, vdekja, dhe ti kupton se e ke humbur jetën tënde në iluzione. Atë ditë Allah thot në ajetin që vjen: "Fal-yawma la yu'khadhu minkum fidya wala min alladhina kafaru ma'wakumun naru hiya ma'ulakum wa bi'sal masir." Sot nuk pranohet ndonjë kompensim për jush, e as prej jo besimtarve. Strehimi juaj është zjarri, ai është i përshtatshëm për sojnë tuaj, e sa përfundimi keq është ai. Përse Allah na i përmend këto etapa, që të mos mashtrojmë veten tonë, që të mos thot ndonjëri prej neve: "Jam i fortë, nuk bie unë në sprov, nuk bie në fitne." Ose thot: "Jam pak larg Allahut, por do të kthehem më vonë, inshallah." Dije se ti nuk e zotron zemrën tënde
Profeti Allahut sallallahu alaihi wasallam I lutej Allahut subhanahu wa taala shpesh me këtë fjalë duke thënë: Ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti që rrotullon zemrat, bëj zemrën time të fortë e të qëndrueshme në fen tënde. Dihet që ai që vonohet nga të ndjekurit e udhëzimit, pasi që ju bëj qartë, zhytet në oqeanet e humbjes. Kjo nuk është lojë. Mos u ndjej sigurt nga ndëshkimi I Allahut. Allahu I lartësuar thot: E fa aminu makra Allah, fala ya'manu makra Allah illa al-qawmul khasirun. Thot Allah në kuptim të ajetit: vallë, a mos u siguruan ata prej ndëshkimit të Allahut? Nuk sigurohet prej frikës së ndëshkimit të Allahut askush, pos njerëzve të humbur. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma aslih halana ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub, ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وإلى طاعة رسولك. اللهم أصلح حالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إصلاح الحال والبال. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أنت ولينا وحسبنا ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم انصرهم على أعدائنا وأعدائهم يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وعدت النصر وهو آت لا محالة.